cilat janë ato shenjat e hershme që zemra jep pasi të ndodhi ai infrakti i madh? Kemi disa shenja disa ditë më përpara ose një muaj më përpara që nuk duhet i neglizhojmë? Mund të ketë, nganjëherë këto janë evente dramatike, prandaj bëhen dramatike se nuk ka asnjë lloj sinjalizimi, por në disa raste, ndoshta 50-70% raste mund të ketë një sinjal, domethënë, dhe kjo është dy sinjalet kryesore janë një dhimbje e çuditshme që më përpara nuk e ke, sidomos gjatë sforcimeve, kur bën një ecje ose bën një punë, filloi kjo dhimbje dhe ndalon punën, mas 2 minutash kjo qetësohet. Po ta përsërisësh prapë ciklin, kjo të vjen. Kjo tregon që rezerva e koronareve mund të jetë e ulur dhe duhet të kesh kujdes, duhet të bësh një kontroll. Një tjetër mund të jetë një mbajtje fryme që më përpara personi nuk e ka pasur, bën një kat e gjys, dy kate me shkallë, dhe thot mund vjen mbajtje fryme dhe më përpara para 6 muajsh, një viti këtë gjë nuk e kam patur. Shenja tjera janë të gjitha këto ndonjë aritmi që më përpara nuk e ke vëre, palpitacione, gjëra rrafje jashtë radhe, që ndoshta më përpara ti nuk i ke vëre para një viti. Ato mund të kenë dhe gjëra të tjera, domethënë, që mund të vinë edhe nga aspekte të tjera, por megjithatë nuk duhet neglizhuar këto lloj simptomash, ose një jo të qenurit mirë për disa ditë, ndjehemi kputur, ndjehemi lodhur, sa çuditshme, s'kam as grip, s'kam as temperaturë, s'kam as djegje urinimi, nuk kam as diarre, domethënë nuk kam as shenja tjetra, po pse ndjehem shumë i çuditshëm. Edhe këtu domethënë duhet të kesh kujdes, të konsultosh mjekun ose një mjek, një infermier, një shok që ke, merr telefon, unë jam kështu. Domethënë nuk duhen nënvlerësuar disa gjëra.